Vetëm një fjali ka. Se e ndërpreva fjalën. Mbas zotit Basha, i fundit në radhë për të marrë në pyetje zoti Berisha, sepse kjo tregon që gjithë të tjerët janë marrë në pyetje. Po, mund të jetë Rama. Rama ka veçori nga këta, ka vetëm një gjë të ndryshme, që mund të kërkojë të merret në pyetje dhe në zyrë. Po që si kamera, a do merret pyetje, e kanë këtu ka drejt. Mbas edhe nuk e dim ne që merret apo. Si rregull do të merret, po e kanë thirrur dy palët në drejt. Patjetër. Unë e di që Sajmir Tahirin e kanë marrë në pyetje, gjithë me radhë kanë marrë në pyetje. Edhe disa deputet PS-s, jo vetëm. Po pra, kanë marrë kujtim Qefalin e gjitha me radhë, Qefalin e gjithë me tjerë i kanë marrë në pyetje. Unë po të them që si rregull, mbas ministrit të Brendshëm, i bie ti kryeministri, a ky krau qeverisë në atë kohë, po. Pra është plotësuar hierarkia. Okej. Mbarove? Okej. Atëherë vazhdojmë tek zonja Balluku. Në dijenin tënde, Balluku dhe Velia. Në dijenin tënde do të paraqitet zonja Balluku? Me shumë gjas, po. Me shumë gjasa, po. Sepse ka disa ora 15. Në qoftë se do të flasim për një fletëthirrje apo një shpallje, nuk e zyrtarizoj. Por që është ora 15 e pasditës, edhe ajo mund të justifikohet si prezencë në këtë orë, me që folim për bashkën, për shkak se ajo ushtron funksione publike dhe shumë të rëndësishme dhe për prisi vendimin për Erion Veliajn. Okej, një sqarim për teleshikuesit, pamjet që jemi duke ndjekur është kur zonja ka qenë e thirrur për çështjen e inceneratorit, pra janë pamje ato që kaluam, s'ka gjë, do përsëriten, pra janë pamje arkive. Nuk ka shkuar në SPAK për çështjen për cilën sirën, pavarësisht se ta shikoni nga SPAK-u, nuk është për atë çështje, ndjes, vazhdojmë. Se ishin pamjet në Belinda Balluku pritet që nesër të shkojë në SPAK, një nga elementet që e bën këtë të jetë diçka e pritshme ka të bëjë me faktin se është hera e dytë dhe për herë të tretë urdhërohet shoqërimi i saj i detyrueshëm që të thotë policia e shtetit i shkon tek zyra apo në banesë apo ku të sinjalizohet vendodhja e saj dhe bën shoqërimin dhe vendos përpara prokurorëve dhe hetuesve të SPAK. Lidhur me motivet e thirrjes së saj në SPAK, vepra penale duket vulnerabël, duket një vepër që kur marrim parasysh kontekstin e asaj çfarë është denoncuar në kohë të ndryshme ndaj zonjës Balluku, denoncime dhe kallëzime penale, unë kam numëruar një ditë 12 të tilla, për çështje që kanë të bëjnë me infrastrukturën, që kanë të bëjnë me aeroportet, që kanë të bëjnë me tigrat, që kanë të bëjnë me portet, që kanë të bëjnë me A mund të themi teleshikuesit për shkak tigrat, se ju thoni tigrat, ne themi tigrat. Tigri 3 janë centralet lundrues në Vlorë që do duhet të prodhonin energji elektrike në rast krize. Ka një kallëzim penal dhe në dijenin time ka edhe për cilët ne paguajmë shumë para. Dhe ka edhe një regjistrim të procedimit penal në dijenin time. Por është thirrur të dëshmojë për një vlerë dhe drejtuesi i SPAK-ut që është regjistruar procedimi penal. Me thënë drejtën, ndërkohë që Dumani raportonte në kuvend, nuk është se kam ndjekur fjalën e tij të plot, duke qenë se kemi angazhime edhe të tjera. Jo, po konfirmimi është që po e ka pranuar pra. Okej. Por është një informacion që s'po nxjerr unë tani as se ka nxjerr Dumani në kuvend, është një informacion që pala që ka kryer denoncimin e ka patur të regjistrimit të procedimit penal, kallëzimin. Por është parë udhës nga prokurori Dritan Prenciu të regjistrojë një procedim penal për veprën penale të shkeljes barazisë në tendra ndaj zonjës Balluku. Unë ngrej disa pikpyetje në fakt lidhur me zonjën Balluku dhe thirrjen e saj pikërisht në këto momente pranë ambienteve të prokurisë së posaçme për dhënë deklarime si personën e tim që nuk përjashtohet mundësia të komunikohet edhe akuzë, duke qenë se është në prezencë edhe të avokatit të saj. Janë disa pikpyetje që vinë nga koincidencë ose jo, do duhemi t'i referohemi nga historiku i Erion Veliaj. Të bëj një pyetje vetëm, më fal proceduralisht. Mund të komunikohet akuzë nesër kur zoti Dumani tha për Veliajn që është në hetim ende nuk ka një akuzë zyrtare? Apo nuk është i pandehur? Ka akuzë, po pandehur është. Po çfarë tha po? Ka kaluar çështja në gjykim. Mirë, këtë e din që s'ka kaluar në gjykim. Në moment që ka zbardhur faza procedurale. Faza procedurale është kur ti je në hetim kur regjistrohet emri në librin e procedimit penal, në fascikullin, regjistrohet emri si person në hetim. Kur të komunikohet akuza, merr cilësinë i pandehur. Dhe kjo mund të ndodhi që nesër për zonjën Balluku? Pra proceduralisht flas. Mund të marrin në pyetje, thonë ne kemi arritur konkluzionin që është kryer vepër penale nga ana juaj. Por akuza do të jetë për një gjë, pastaj rrugës mund të shtohet
Po dhe Zhovelia. Kështu ndodhi dhe me Velia. Prandaj, okay. Mirë. Ndaj e solla si krahasim, sepse edhe me Erion Velia nisi madje zërat kryesor flisnin për të vllajën e tij, për disa transferta shumë të majme nëse i mbani mend financiare, që ishin bërë nga një vend i Bashkimit Evropian, më pas u vendos tek mundësia e pastrimit parave dhe u arrit në konkluzionin që ka kryer 13 vepra penale vetëm korrupsionin në 9 episode. Pyetja që ngrej unë sot dhe që natyrisht nuk do të marr një përgjigje të prerë është se kush është fillimisht Nesti Angoni i Belinda Ballukut. Së dyti, pse u zgjodh pikërisht të regjistrohet emri i saj në regjistrin e veprave penale, mbi indicet kryesore të marrë nga procedimi penal i vitit 2024 ose diçka më herët, po të paktën procedimi penal është i më hershëm. Për Erviz Berberin. Por Erviz Berberin që në drejtorin e agjencisë që në mars të 2024 aparati celular i Erviz Berberit dhe i bashkëshortës së tij kanë qenë subjekt ose kanë qenë mjete, pajisje të cilat u është bërë ekspertiza përkatëse, janë marrë të gjitha të dhëna që kanë patur interes, nga të cilat ka dalë edhe zonja Balluku, të paktën sipas asaj çfarë kemi deri moment ku mund të ishte bërë më herët. Domthonë nga 2024 deri tani zonja Balluku ka kaluar në mars bën 2 vite në funksionin më të lartë qeveritar pas kryeministrit, zëvendëse e saj, ministrja me portofolin më të madh në kabinetin qeveritar dhe vendoset pikërisht në këtë moment. Dhe pyetja e tretë e fundit që kam në për këtë çështje ka të bëjë me faktin se pse është bërë kjo lëvizje sot, a është çështje statistike, është çështje interesash, apo është me vërtet një çështje hetimore. Për këtë të fundit, SPAK është treguar hermetik, që do thotë se ose nuk është gati për ta vendosur punën e saj hetimore në ngarkim të zonjës Balluku dhe për të bindur edhe se drejtësia nuk duhet të jetë vetëm fakt, provë dhe akuzë, duhet të jetë edhe besueshme në sytë e qytetarëve. Dhe unë mendoj që SPAK, Maqedona sa ka deri tani për Ballukun, ndonë se është një nga personat më të kallëzuar, nuk e ka krijuar akoma narrativën për të bindur jo vetëm gjykatën, por për të bindur edhe publikun. Të bëj një pyetje që në fakt ishte edhe në parlament u bë zotit Dumani. Ne që i kemi parë parlamentin se na duhet ta shohim e kemi parë, e kemi ndjekur. Po ti ke gjë dieni që prokurori të çështjes zonjës Balluku të jetë bërë gjë presion? Unë kam bërë përpjekje të jashtëzakonshme për të krijuar kontakt me prokurorin, dhe këtë s'kam në ndrojtje ta them. Prokurori? Edhe prokurorin e çështjes. Si e përgjigjes? Lidhur natyrisht vetëm kontakt në kontekstin interes publik, që interesi publik vendos edhe gazetarët në lëvizje dhe një përfaqësues një institucioni të caktuar që në rastin konkret dhe nuk ka patur një qëndrim. A ka mbrojtje të shtuar prokurori ose familjar të tij? Në dijenin tim ai ka vijon të ketë njëjtën të njëjtën dispozitiv mbrojtje që ka çdo prokuror i SPAK-ut. Jo çdo prokuror, por që ka patur përpara artikulimit publik që është kërcënuar. Vetëm një sekondë, di pse të pyeta, unë do t'jap një sinkron, të cilin në fakt do ta shpërdorim ne për të bërë një analizë më politike, nuk do të ngatarroj me analizën politike. Ma jepni pak sinkronin e zotit Berisha sot, kur ka folur për